Okej, po vjen mësafiri në studio të Lotina të Joni, kështu që afrimin e kemi aty, Afrim Muçaj dhe tjetë në studio, edhe ta përcjellim me vëmendje të shohim për punën e tij dhe sukseset të cilat i ka kurrë këtyre ditëve, kështu që ka dale, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Mirë se ke ardhur zhvilluar. Është shumë knatësi. Mirë se u gjeta. Po neve na ka ardhur që prej Prizrenit në kudo në botë. A ke ardhur sot për Prizrenit a? Bilesko pas na qenë kohë motë në Prizren. A po, a? Pse? Që ma qiten me. Pse s'pas ke qenë shumë aty? Po, unë me prior jam i Prizrenit, mirë po jam Prishtinë. Je rrit, do me thonë. Po, janë 20 diçka vjet. Kur je po prit fundit në Prizren? Për Bajram. Po, Anja, që po shkoj ishe? Po, Lidh diçka, pra? Po, që të mos e më pyte për herën e dytë më kujtu që pas na qenë. E me të pyet diku shikoj ti i Prizren. Po, i Prizrenit. Po, normal, edhe është një qytet që bon shumë veti, kështu që... Realisht në shkollën fillore kam kryer në Prizren, edhe mas ne kam marrë në Prishtinë, ku realisht kam bërë shkollën e mesme në Gjevdetod, mas ne kam qenë student i aktrimit, e përmeni gjithmonë që kam qenë student i Ilire Vincës, sepse është my favorite pedagoge e aktor, po besa dhe shoqe shumë mirë, kolege shumë e mirë tash. Jetoj në Prishtinë. Po du me ditë që të në Gjevdetod, te. Je konë një ndër shkollat më të fshira në Prishtinë. E vërtet. Rivale me Sami Frashërin, ti në Gjevdetod, qysh lindi dëshira për aktrim, qka se pritët që prej studentave të Gjevdetodës, në zonësat... Numri maj madhë ty në deliksi. Janë ai mjek, janë ai matematiciant. Une, prej mbi emnit, besoj që mune me lidhë që vi prej një familje ku ka pas aktore dhe për para. Këtë rast Tagja Bislim, që une kam kushëri shumë të afërt, Arta Muçaj. Arta Muçaj. Vllai jam i cili është gazetar për shumë vite, festimi. Kështu që kam qenë i rrethëkuar kur me këta sa me shoqëninë e tyne. Domethënë ata gjithmonë kanë nejt me aktor, me regjisor, me artista, edhe shtëpia jonë përgjithësi ka qenë e mbushur gjithmonë me njerëz të skenës dhe figura të teatrit edhe të filmit, kështu që kjo ka qenë nështë piknisja, domethënë Adrian Morina, aktori i Prizrenit, ka qenë shok i ngushtë i vllau tem, edhe gjithë kohës që ka nejt me vllaun tem, hapi par ka qenë me Adrian Morinën, domethënë tiki par që realisht pas ne kam punu me to për me u regjistru në Akademinë e Arteve. Kështu që nuk e besoj, unë nështë më me t'inglu pak filozof, po edhe kum kam vetë, si me thonë i kaj tje që më vete pak merët, më menoj që jam i gjithë kahit. I botës. Kështu që edhe se përket Gjevdetodës nuk ka rëndësia e konë Gjevdetoda në Sami Frashën. Po kupton, veç... Umejt Breqajsan prej gjithë vetë. Bilën e një shumë në zonësat që janë sot gazetare... Po, e gjithë shkat lëllë profesioni. Peks po egzistan e para gjykimi që po du me thonë, sidomos në gjeneratat që një konë jënë shkollë të mesme, ma ne egzistan kë para gjykimi. Po du me të pytë për... Je aktor, s'me i pa të pytë. Hajde. Audicionet me u pranu në Fakultet të Arteve. Sa fështirë, sa ka pas konkurencë në qatë kone, di që ka ra numri që ta shkojgja, dukshëm. Unë e takova një djallë në hymje që po studion të aktrimin, Kevinin. Unë nuk e kam njoftë, se realisht nuk jam offer fakultetit, tash është shumë vite u bonë, do më thonë që nuk jam mo. Edhe i thash që kur unë kam konkuru në vitin 2006-2007 përsisht në Akademinë e Arteve, ka qenë numri për 1500 konkurent. Do më ndikun 560. A ka ndryshu numri i studentave që pranohen? Jo. A ka me të njëjti? Ka me të njëjti, sepse sot, fatkeqësisht, të paktën sa kam unë informacion, qatë sa aplikojnë që të pranohen, sepse qatë shumë ka rë numrin, do më nështë aplikojnë 10-12 që ta i marrin kret. Dërsa në kohë kur unë kam, kur jam pranu unë në klasën e Faruk Begodit në atë kohë, masi që ka vdek profesori Faruk, tani kemi kalu të profesori Shajdire, ka qenë numër mbi 500 aplikusë dhe mi pranu dikon sa më bëjmenu në 17. Edhe mas ne është ndohë në dy klasë. Që që tash sa unë kam informacion është ra shumë, mirë po është fat i mirë për neve që po ka aktor shumë të mirë dhe shumë talentum edhe për i trive, që pisho sot në për skenë. Po, e vërtet. Prapë, kur e din që është përzgjidhen veç personat adekuatë, nuk ka shumë përzgjidhje si në drejtimet e tjera, që u përzi shumë, edhe nëse s'ki talent për qatë fush. Po sot ka në shtatë për tyne që hapësirën e ka në shtatë matë madhe dhe pavarësisht faktit që s'kanë studio aktrim.
nështë ta veçën të lindun e kanë dikun mrena vetës një ëllë, dikun vogël që janë shumë të mina nështë ta për qatë punë që bojnë pavarësisht faktit se kanë studiu. Zdi, më nështë ta stingloj mirë, po këta janë amatorë. Bile unë me thonë drejtën shpesherë dhe ofendohem përgjësine për emisione ku që di filan aktori, pse i ka bojnë 4-5 TikToka. Do mund të ashe edhe unë aktorë dhe ti aktorë, do mund që janë 20 vjetë. Po bojnë nështë ta 20-30 filma e festivale, shfaqje, edhe tash edhe unë aktorë dhe ti aktorë, pse i ki bojnë të TikToka ose një skeq dikon që di. Kështu që unë nuk pajtona me këto. Dhe më thonë, ka trallë në botë kanë qenë ata që do janë figurat, alamet figura, shabden si puna Al Pacinos për shembull, ose që njëherë janë botë famë shumë as ne kanë krysh kozën. Kështu që të na... E çka të bën një aktor ta mona? Menon që talenti... Që unë kam pas, domthon nuk ka frame të filmit që unë nuk jam. Edhe ka qenë ndoshta momenti i parë mas ton këtyre viteve që unë e kam kuptuar që aktrimi nuk është imitim, nuk është talent, nuk është tepër shumë më i thellë. Domethën ka qenë psiqik e të mërshme në mund që ka ndodhë në atë kohë gjatë gjirimeve. Do më shumë ma e thellë se sa veç mi dojnë kamerës për parë dhe kështë... Shumë e vërtet. Do më nuk e di. Edhe i kam thonë Ibros, regjizori, që nështë kanë më dosh një 10 vjetë, edhe kam me u mundu me shkru një, qa ve di, liber fjole madhe, mirë po një draft, diçka që kam e spigu se si mundet më ndërtu një rol aqi malë, ku do më thonë përgjësia ka qenë tepër e madhe, edhe para 4-5 dite u shpërbly, si me thonë, në Paris si best actor në festival në Paris. Nuk është ashtë thjesht, apo në kuptanë, sepse sot ka ndalë pa fund mo, edhe me thonë drejtën unë personalisht vetë pjo iki, si me thonë, edhe intervista dhe medjave, dhe pikërisht mos me mujtë mu barazu, edhe mos mu barazu me krejt që të farë katrahure që apo ndodhë sociale ose mediale. Cëllë është rol jëtë i preferum? Regjo. Regjo. A është dhe ma i fështiri që ke pas? Ma i fështiri. Teatr ka të fështirë ka gjatë shumë. Do më thonë ka qenë shfaqja Artur Ui në regjinë e Bekim Lumit, edhe që ka këto e bën tepër të fështirë për mua është që regjizori ka qenë me kancer edhe ka pas ditë të fundit, si me thonë, po ka vazhdu me arë në prova, edhe mas ne kjo e ka bo shumë atë fështirë për mua dhe po besa edhe shumë ma i përgjesh, shumë unë ka shi këti profesioni, sepse e poshin një njeri që marke kemoterapi dhe arke me kry shfaqje. Kështu që aja ka qenë nështë procesi ma i fështirë, me thonë, dërsa Cirku Fluturus, filmi i Fatos Berishës, që unë jam njën e prej protagonistëve të filmit, ka qenë sfidë shumë e madhe, sepse kemi gjiru kogja gjatë edhe shtetet ndryshme balkanike, po Ulqin, Shkodër, Tiran, Shkup, do më thonë, edhe u konë kogja e ljellshme, sepse ka qenë proces shumë ndryshës sa tjertë, ku na kemi majtë prova për 3-4 muaj para se më u fut në gjirim, edhe kemi ditë me tekst, me mizansken, me gjithë shka, ka pas, sepse duke ustu, u kone pa mundun me emëri gjirimin me aq pak ditë se na i kemi pas në dispozicion për me kry filmin. Dhe më edhe, momenti që kena shku për shembull Ulqin, kemi bo 7 skena që për gjirimet filmit është jo normale mi gjiru tonë ato skena. Mi bo për shkak procesit shumë gjatë që na këshmi bo në përgaditje, atë pa të rezultu me sukses. Edhe për ndryshe, afreme kom pa filmin. Cilin? Everybody Calls Regjo. Bje mirë. Edhe të regom se tash po e din gjarin, dhe më thonë kërë që ka ndodhë, se e kom pa, të regom atë ka kap siklet kër e ki ledzu skenarin për herën e parë. Qëka ki me lujt edhe me qëka ki mu balafashu aty? E kom pas thonë dikon, nuk e di ku, që sot për mu një roli t'il, ose një skenari t'il, është përgjithsi shumë e madhe, jo gëzim. Do më dikur, kur kam qenë ma i ri edhe entuziast për me lujt film, ose diçka gjajshme jam gëzu te për shumë në ashtë dhe së më ka marrë gjumi për ditë të tona se që shumë e morë një rol edhe ka me lujt. Ndërsa kër e ka marrë Regjon, ndoshta u kom për projekteve të para që më ka dhonë përgjithsi të jashtëzakonshme, edhe kam di që bëm pret. Plus tjetra është që ky është filmi 4 që unë e bëj me Ibron, regjizorin, edhe një muj me t'inglu keq për shfar psikopati për të mirë. Në anën pozitive, në aspektin pozitiv, sepse është kërkues i jashtëzakonshëm, është i tmerrshëm në profesionin e vet dhe e don tepër shumë edhe çfarë më thon,
i të mërshëm, 5-6 muaj do më thonë, kemi qenë 24 orë online bashkë, ndoshta në telefon. Thoe, ku më the skenarin, kështë të menu që i këm pas një 20 drafte, edhe se cilin skenar që ma qej këthi kjo është drafti final. E u bënë një 15 drafte final. Kështu që përgjigja jam definitive është përgjithësi shumë e madhe, edhe kështu ka reflektua dhe gjatë gjirime, që ka qenë për me përgjithësi shumë e madhe. Kemi gjiru në gusht, ku ka qenë edhe 40 gradë nxehtë. Një detaj interesant është që në makinën që unë kam gjiru, konë shumë e vjetër, s'ka pas as klim, edhe u dashke edhe mi mbyll gjamat për shkak të zhurmave mos me interferu në mikrofon. Kështu që në 40 gradë, unë e që të BMW-et që i këpo, mrena, do mënë asë sa unë, asë që vedi. E pas ke kry deti që aty dy. Bashkë me sa. Për ndryshe, Joni Latina, nëse nuk keni pa filmin, afrimin, rolin e regjës aty, është mjeshtri Mahallës, apo i fshatet aty, apo? Po, everybody calls Regjo, të gjithë. Edhe bukur është se është të paktën sistemi shqiptar grunë gjeloze. Se aty në fshat të mungu burat, krejtë e tjirë këto. Të shku si Regjo aty të ju ndreq maqinat, të ju ndreq problemet. Shqip, komplet? Edhe, qka është tjetra është se që shka qenë pjesa a je gëzun aspektin kër e ke ditë që se bashkëshortja e afrimin në film është Adriana Matoshi. Loja me ta, se pjesën më të madhe po thuj se përveç shumë skenave tjera e ki pas edhe me Adrianën. Realisht, tash do detajet vogle ndoshta mi po publike është që momentin që je roli kryesor, sikur që është Regjo, regjizori dhe konsultohet me ty nështë edhe për partner, edhe për rolet tjera që janë. Okej. Po, që pa dyshim është gruaja jeme në film, kam 30 dit, ose kam e pas kimi me to, ose kimi me dojnë keq. Kështu që, ose kemi naj fërk mes vete, ose diçka në gjekshme. Kështu që momentin që Ibram ka thonë për Adrianën, me bo publike është që Adriana njerë ka thonë jo. Për shkak të angazhimet veta, besa, nuk e di se është e ullës me përmen, po ka pas smundjen e vetë, që është ballafaqu, kanë që e periudhë. Mirë po, na kemi prit, edhe unë kam insistu që me qenë Adriana, sepse unë për te i kolege kam shoqe të jashtëzakonshme Adrianën, edhe në vitin 2010, herën e fundit kër Adrianën e keni pa në teatr, është faqja Këmisha e Gjakut, ku kemi lujt bashk, edhe prej atër në kam et një kimi edhe një shoqënie e jashtëzakonshme që edhe na sot e kemi, edhe, si me thonë, enmi kështu familjarisht, edhe momentin që aty unë kam qenë insistus për me qenë Adriana, besa edhe kam diku, si me thonë, kam thirë Adrianën që ti dush me pranu. Kështu që, unë jam konë shumë i lumëtën, është shumë problem me lujt me aktor të mirë, edhe me aktor me emën, edhe me aktor me eksperiencë. Mirë po kjo të banë, mu të paktën, gjithmonë më ka bo shumë ma përgjegjë, se s'mun është mi dal një aktori me një karrierë sukur Adriana Matoshi, mi dal i papërgatitun, për kundrazi. Kam pas fatin me lujt me shumë aktor të mëdhej, me Robert Drenikën, me Robert Petroci, me Tinka Kurtin, me Loan Johën, me plot. Kështu që kjo më ka bo, unë besoj që kjo më ka bo aktor të mirë. Me që të përgjithsin, vjen edhe kjo humbja identitetit tënd, që shumë aktore kanë, që kur e marrin një rol, nëse e marrin me një përgjithsi shumë të madhe, hinë komplet në qatë rol. Po du me ditë sa të kanë dyku ty me të ndryshu, nështë një rol ma shumë e ndryshu ty, se ti që e ndryshon rolin. Këto s'këm dosh me thonë që të përgjigje. Amo shumë sinqerisht. Ai që ka po filmin, është shumë interesant. Para kur ka 2 muaj afërsisht kemi qenë në Bari International Film Festival, një për festival më të mëdha në Itali dhe në 10 festivalet më të mëdha në botë, ku na jemi shpërblyer me Best Film. Mirë po, më ka njek Regjo edhe po vazhdo më njek. A jam vonu në aeroport. A s'ma ka pranu, a nuk ma ka pranu check-inin. Krejt ekipa check-inin, vetëm unë e jo. Edhe mri aty tha nuk e ki check-inin. Okej, qa me botash, dush me pagu 50 euro ekstra atje. Okej, shkova pagua 50 euro ekstra, edhe mri në atash me check-in. Tha jo, tha du të me hi krejt këta, tha njerë në aeroplan, tha që veç e kanë online check-inin, mas të i me prit ti. A ki ben, as ki ben. Të këqyrëm që ka rezervu poti. Hina mrena në aeroplan, mas i qasi, edhe më tha, Ulësja 26, shkoj të Ulësja 26, diçka në gjeshme, të dera emergjente. Edhe po vjenaj
stewardesja që me thonë, apo ma spjegon se si nëse aeroplani rëzohet dush me qel derën, dush me bëhë të sene, edhe me qekë sënza. Kështu që kjo është përgjigje. Ka një këtë tutje. Kur e lexon, po më intereson skenarin. Çka nështë duhet me përmbajt çaj skenar, çaj rol nështë që është në qatë film për me të bona është aty ma shumë për veti. Edhe sa nështë i lenë mandej vend spontanitetit gjatë qatë i gjirimi cilin të kime bëhu për qatë rol. Sa përket spontanitetit varet shumë për regjisorit. Edhe unë kam pas fatin me punu pothuajse me krejt regjisor që sot janë aktiv. Para 2 ditë mbarova xhirimet me Ismet Sjarinën, filmin Jerëm që tash po është edhe një 2-3 ditë është në xhirime. Më tha mos ma ndryshas një pikë skenarit. Do më qashtu qysh po shkruun, qashtu. Bile keni dikun që me Gresën, Palaskën që po ta një sken, aty në skenarët e ke Loqk. Diçka, Loqk, anë e këne. Edhe une në dublën e parë thash Zog. Merët që shtu, thash, Zogu, diçka që shtu, anë e këne, Ismeti nalë, Loqk bërë është aty në skenarët. Të ba për fjallë. Ka që si regjizor, edhe ka si puna Ibrës që e kemi, që më thonë, ka qenë e mendu me një farë freestyle-i. Mes meja, Adrianës edhe Ibros. Del më original, bre, unë mendoj që del shumë original. Filmi është shumë jetë, sot kur ta shef filmin, do më thonë, unë Adriana, shumë njerëz dhe në kanë thonë që nuk kanë po nëjë qift në për filma shqiptar që kanë pos kimimat, mo që janë ndokë për i me burë e gru. Edhe pikrish që kjerë ka bu. Se unë peqes vetë unë e kom probleme, e thonë fjallën Loqk. Momentin që e thom shumë, e thom keq, e thom jo natural. Se se përdori. Nuk e kini regjizor mi kry. E kur e thu fjallën tonë, do ku shumë original. Po dhe bu që është të berë, po a e në tha Loqk, sa për shkru atë dhe dush me thonë. Dërsa saj përket skenarit, ka shumë elemente, s'po di, do më thonë, mas pari është tema që mundet të ngacmu. E dyta, janë 2 lloj skenarës. Një është që ty të përshtatët, që një dramaturg i caktum të një, ose regjizor të një, dhe ty ta ka shkru rolin, ose ta ka dhonë rolin që shumë i parafort me ty. Sepse ti të ka pone për rolet caktume, mund për shemëll deri të vonë të ashtë e regja, dhe gjithmonë mi ka dhonë të burat forte, do që mi dhonë do kriminella. Po në mbas qerës, në shta vlerësot edhe... Në janar të këti viti kam përfundu gjirimet e një film në Shqipni që e du shumë, me Luan Johan, jemi babe birë, kemi bo një muaj gjirime në Kruj të Shqipnis, edhe është një mafiash, një djallë, kështu që u konë shumë i përafart me ftyrën tem, kur njësë më ka njoftë regjizori. Më ka pote edhe Ven, filmi që ka qenë në festivalin e Kanës. Po vështë që ke përngjo personajit kërësor? Po, edhe realisht, a i skenar ish a real story, edhe unë kur kam hime po mas tani disa ullumtime për me bërë rolin, edhe kam hime kam shqy një dokumentar për qatë ngjarje, do më thash, okej, e bojnë atë. Moj me bo. I can do it. Po është shumë gjajshëm. Kjo e regjës, për shamull, ka qenë shumë dalim prej meje, prej sjelljeve të mija, prej energjisë teme që e kam. Do më thonë, trakle, unë kam pak problem YouTube të gruse në film, po ta shkem YouTube pa tjetër. Ana, gruja bëllështia, po të kalzaj aty. Bëllështia. Mos kosh lëkur. Pjës të lasha me kojshie, me kësime. Shumë realisht. Si me thonë, e së dëmë kur ta shef filmin, se aty jemi knasë, si me thonë, gjatë gjirime, po vjen mas shumë punëve fizike, me qatë druë, besa dhe e rejnë, dikone dhe vjen të shtëpia, ku je konti dhe i tash. Pak ma herët i përmendëm edhe festivalit disa prej tyne të cilat ti ki marrë pjesë, po më interesën kur merr pjesë në festivalit tilla dhe mbjen nështa me shkëmbyna i muhabet aty këtu me aktor, nështa me eksperiencat e tyne. Sa nështa e vrin dallimin në mënyrën qysh nështa trajton aktorët në Kosovë dhe qysh trajton në vendin nështa ku është majt festivali apo në vendin ku është qaj aktor me cilin të bën muhabet. Sa nështa i vrin që të dallime për mënyrën se qysh trajton aktorët në Kosovë. Po zakonisht unë nuk e di çka ndodh nëpër qytet me ta. E na, zakonisht kur udhtojmë në për, si me thonë, për kulmin e aktrimit, ose që i bjen festivalet të mëdhaja, edhe aty pa dyshim që trajtimi është i jashtëzakonshëm, sepse ata s'kan qanë kohën. Edhe të ftumt aty janë kogja, si me thonë, nuk janë këtë aktorët e Italisë, ose këtë aktorët. Unë kam pas fatin me qeni nominuar në festivalin e Kanës me filmin The Van. E tash aty ka qenë Al Pacino, ka qenë De Niro, kanë qenë
Leonardo DiCaprio, Monica Bellucci. Qa me fol për trajtimin e tyne dhe temin. E blokun komplet qytetin, komplet kana, unë ndërprejtën kerët, s'mushin me më afru, ishin minimumi një 20 kere që patrollonin rrugën për me qu Brad Pittin në red carpet. A të probleme që Unë shkova në kom. Unë e me Renika regjizoren. Shkova në kom, jo, papages, mo, mirë po që. Zdi që të këmë po me matë mirë. Edhe të ke i rahat, bashkën gjithë kushtonin. Po jo. Të ke i isin shpit Më bo shumë i sinqerë, do më unë kemi qenë qështu. Do më me, bile, Ibra, shok jam regjizor, jam e ko, që me thonë është fanë si Tarantinës, edhe unë i këmë bo video, bëjshë atë në kohën video dhe që isha, se kisha Tarantinën 2 shkallë ma forë, si me thonë në ndomen shmimëve. A ka në rol që e ke refuzu? Edhe që të kam e të pikë që e thonë a miki roli? Piki jo. Së të kam e të pikë, Jo, sepse i këmë refuzu krejt ato role që unë s'ka mendu që unë muna me i bo. Qka për shembull? Qa në i zhanër që s'korë se kështë e pa vetën? Ka mendu komedin që jo, mirë po isha i mirë dhe aty. Unë bëne që bashkë t'ki shku? Po, që ta që kemi bo një shfaqje në multimedia, me datë 25 e kemi pas premierën, Jeton e Ziraj dhe Blerta e Ziraj, teatri multimedia. E kam një rëll kryetari sindikatave. Edhe është e pa imaginushme për një muaj e gjysë që kanë botu kesh. Që sharak po njëri serios, i cili e ka një humor natyrshëm. Regjizorja, njërën prej debatov që kemi postë që kjo pikë, se tash keshin krit ekipa me mu, edhe ajo filloj mu frigu që mos përkalojmë, mos me bastardojmë, mos përshkojmë të kjo humori i kasetave. Edhe momentin që unë e kam nëll, Blertën, edhe kemi fol me to, i thash, po që kjo Shabani, bre, ndërhyjnë fjallë. Sone, qa po isha ma shumë të ju ndërhyjnë shamë fjallë, jetë isha po qashtu, sakt e ki. Të në kohën, aktorë tjerë të folë, unë vishë ndërhyjnë qashtu, po, mire e kiti. Apo këtë ta shtë këta kershin, e mene ke që pitel komedi, dhe shumë, unë po me nëj që kjo Shabani që shtu ragën, edhe 100 Shabana që unë i kam po, qa vedi dikun? Sindikatave. Kështu që... Kjerë sistemi. Kam refuzu role, po kanë qenë për 2 arsye. Një për shkak të pagesave, të dopta, edhe e dyta, ndërsa ko kanë 3, e dyta për shkak kohës nëse vi që më koni angazhu, sepse konsideroj vetën kodja aktor të sakt. Do më nuk kam qef me bo shumë probleme, do më tonë ty po, këti po, ati po, një 7 projekte mi po për njerë, edhe mos me dit me bo as njonin. Kështu që kam pos rast që, si ma unë kam hup në i rol, po e kam bo për shkak që kam pos një rol ti për ma transishëm që kam qenë të hy në atë proces. Për shamo të regjën kërë kemi bone, 6 muaj ose 7 muaj nuk kam marrë asë një pun tjetër. Kam pas një 2-3 projekte që më kanë ofru në atë kohë. Vetëm një e kam marrë, sepse ka qenë një film në Zyrich që kemi gjiru, edhe ka gjiru televizioni kombëtari i Zvicrës, edhe më është fut në qatë 6 mujorshin e regjës, mirë po, dyqysh më ka do shansë tepër e madhe, do më thonë me shku me gjiru në Gjenevë, në televizionin kombëtar Gjenevës, edhe kam pas një rol shumë të mirë, aty kemi ne 2 javë, kemi gjiru në Zvicër, me ekip komplet zvicrane. Kështu që nuk kam ujtë me refuzu që ato, mirë po një 2 tjera i kam refuzu, sepse për me është përgjësi shumë e madhe. Nëse do me e bo për me mirë, nëse do me e bo që shduhet, atëre nuk dush mi marë si fast food, po është kogja një farë zimi e mirë. është dhe një farë korekcie, do, diçka që metë për jetë, unë nuk e di, është një filmi. Filmi metë për jetë, mesazhin që e për cilë pesha që mbanë. Po du me të pytë për njerës që ty të rrethojnë, ose me të pytë mami për defektin profesional që e kisi aktor. Atë ndodhë që për shembull ja u analizon karakteret shumë, hen në këpucat e tjetërit shumë, ja u ndjenat ose që ke mujtë në shta personalitetin e dikujt shumë me ty ty në punë në film. Me thënë drejten, interesant si pyetje, po kohën e fundit edhe pak ma gatë se koha e fundit, kam fillu me ne pak ma shumë vetë, edhe mi ju ikë njerëzve, sepse mendoj që jam konë shumë i dhonër mas njerëzve, edhe i kom analizu krejt të që po thu, fatkeqësisht më kanë ndodhë, si më dhënë krejt pusat e tyne me gjithë thejra, edhe mu së më kanë pëlqy këto, kështu që në ka vite që unë po distancohen prej shumë njerëzve, si në thonë, edhe e mira kësaj është që kam pos punë mjaftueshëm që më u marrë shumë a shumë edhe s'kam pos shumë kohë me boksi lloj analizash, sepse
sa herë që i kam bo më kanë dollë keq, edhe nuk kam dosh një dhonë vetës kësi lloj energjie. Rreth i ngusht. Rreth i ngusht fiks janë që ata njerëz që unë sot jetoj për ta, rri me ta, domethënë janë familja jem, janë 3 fëmijët e mi që unë kaloj kohën më të madhe me ta, momentin që nuk jam punë. Apo shetën a njoni potencial? Po, te qika e madhe është këngëtare. Sa vjeqe? Non, edhe është në Prenk Jakovë në shkollë të muzikës, po ka talent të jashtëzakonshëm. A është piano? Po në piano. Kam qenë edhe në Prenk Jakovë, po ja di atë është një ma me përgjithësi shkon në shkollë. Nga kop, e kam rri notën e sus. Po, edhe 9 vjeqe është shumë e vogël, alo plus. Kështu që, po, unë jam për aty në prindërve që nuk e du hiq atë shprehjen që fëmija jem është më i mirë në klasë. Fëmija jem është... Është e para. Po, do më grunë tema se diçka e ngjeshme, jo, mija ne kanë ullë në bankë, se hisë korënësia, se moj menë se në bankë jem koni ullë, Po, e vërtet. Kështu që nuk e di e kësaj, edhe nuk, prandaj nuk e imponaj, do më thonë, jam i vetëdijshëm për potencialin e saj, mirë po shumë e vogël edhe ja kam frikën, si me thonë, investimit shumë të madh në fëmijë. E vërtet, e Diçka e ngjashme. Do më po pres që me kry shkollën tamam profesionale, Knina ka shkollën tjetër, kurset e mira që besoj që ja shtrojnë rrugën sigurt, edhe momentin kur është e shkruar për me, nëse është e shkruar, me dhe me zgjedhë dhe ajo vetë. Kështu që nuk jam, nuk e mendoj të paktën që duna unë me boks spote, me quna për do festivalet fëmijëve në Lezhë. Le të fiton në çmim. Sepse unë do më thonë, vetë, nisna prej vetës tem, do më thonë, unë konsideroj që jam një për aktorëve të mërim në Kosovë, sepse CV-ja e me sot flet kogja mirë, do më thonë, me krejt regjisorët, shumë e vërtet. Pesa dhe Ballkanik edhe të huj që kam punu. Unë e pyta që unë si fëmijë, po them nuk e di që në bank jam kon, nuk më ka qenë babi jam në shkollë të aktrimit ose diçka e ngjashme. Mirë po kur jam bo vet, çfarë di, mendimin edhe të vllau tem, që padyshim ne kam pas krah shumë të afërt. Jam bo ky që jam sot pa më thonë kësi ineksione. Po dhe shtes. Shtes si fëmijë. Hajde Jan, këna lorë me foljes. Jo, trego ti çfarë Knina i bo 2. Pe Lona se u kun 2 javë po shem sa po pyeta pak ChatGPT-n, mënyra që është po më fol për ty dhe po më tregon është me foto e me gjithçka tjetër. Po të një edhe ChatGPT-ja. Po të një mirë edhe ato, mirë shumë. E ku sponsorizu. E kom pagu edhe këto. Unë e kesh të ty pak për pushimet. Sa po ki ko me pushu, si do më stash për ju? Nesër 5 mëngjes. Apo, hajde për hajde. Kam për shkullja 5 mëngjes. Në fund, sepse unë e du jashtëzakonisht shumë korreksim, besa dhe planet. E fatkeqësisht Kosovë thuja se të dyja janë diskutabile. Do më pse të thot me 20-in e del i 30-is nuk e ka gojle. Kështu që unë e komplet qeshori, komplet vitin si vjet e kom pas shumë të mirë, falë Zotit. Edhe vitet tjera mirë, po si vjet ka qenë diçka për mrekulli, do më thonë, kam gjyru njënë për filmave tepër që unë e du qaj në Shqipni që kemi bon një muj, edhe menzi po pres, sepse më kanë konfirmuar produksioni që janë montazhe dhe francezë që janë montazhiera, që më kanë shkru që është shumë roli mirë. Edhe montazhën kush e bën, gjithashtu. Bile ka qenë një film sa i përket montazhës, The Van, që ky filmi që ka qenë në Cannes, kur sa harroj në skenar kur kemi xhiru, edhe kur e kam po filmin, domethënë s'kan të bëjnë skenari me sa i përket do skenën e fundit e ka nis filmin. Domethënë kur na kemi pretenduar që po kryhet, kur kemi xhiru, çat skenën e fundit ka qenë fillim, të mesmën e ka gjujt në fund Ana Siltës, domon ka luajt rol të jashtëzakonshëm. Edhe besoj që e ka rrit nivelin e filmit. Se shumë autentik duket, ma original, ma diçka ju e pame, ju e pritme. Jo. E vërtet. Unë do shtam pak mundoj të çike pjesa e pushimit, me ditë nështë asat nevojshme e ki me pushu, të e ditë që nështë krejt vitin e ki full me projekte, sa nështë po ki ko me pushu, sa po munosh nështë me i marrë afe dhe mu largu jashtë. Unë jam kogja, qa me thonë, manjak i punës, e du kogja shumë, e thonë drejten edhe përkushtohem kogja shumë, sepse fillim për folëm a talentja, puna, do më thonë, talent, po jo, dikush mundet më ta dhonë një diçka, po ti dush me marë për jetë mas nej, ose kundër ta, s'ta jep më kur. Do më thonë,
sikur puna e një regjizorit. Unë kam pas një shprehje në jetën tem, domethënë që më ka funksionuar shumë mirë. Nëse unë kam me punu një herë me një regjizor, unë kam me punu patjetër për herën e dytë me ta. Mirë, po për me punu herën e dytë, më duhet me punu fort herën e parë. Edhe kjo më ka ndodhur gjithmonë. Me cilin do regjizor që më kam punu një herë, kam punu 2, 3 e 4 herë tjera, sepse e kam bërë punën, besoj, shumë mirë. Profesional, unë menoj që njerëzve profesional gjithë kanë me u vytë të tjerëve. Kam punu 2-3 herë me Fatos Berishën, me Fadil Hysajn, me Bekim Lumin, me Ibrën, me Qapedi, me Blertën e Zirajn. Me Renikun kemi gjiru tash filmin e gjatë, me Luana Bajramin kam gjiru filmin e gjatë me të. Edhe tash më kru dora, më kru trupi kur kam pushim. Ose kur zgatot pak pushimi ma shumë se që duhet. Ose e kundër të asë një sen shumë i keq. Ose sen shumë i keq të nështë të ndodhën profesionet tjera, nuk e di. Mirë po qohen për një muj, një 20 projekte. Edhe masane një 2 muj tjera e kitë ton krit off. Do më dhenë ka periud ku ti një muj 2 rrin, edhe masani s'din çka me lone, çka me marr. Afremo në të kisha thonë një drejtu kamerës e krejtve thuj që je të shku në pushim edhe kur kthehesh. Kallëzeje mos thirren, as mos shkruajnë as heq. Rahat me të që sa datë të rëmë. Po, vshele këtë kapitull, s'ka të ngesa. Everybody calls Afri. Everybody calls Regje. Afremi s'not ready. E kom edhe një pyetje të fundit. Hajde let. S'moj pa ta bo, se di a ki asja ambicje me kalu ma ne me kriju diçka tondën, film tondën, por nëse kishë mujt mi bashku këti artistat ma të mirë, trojeve shqiptare, me bu një film, qka kishë dash, qfar mesazhi, që kishë konceptu? Unë veç kam bo diçka të ngjajshme, do më thonë, ku unë qatë pushimin që në teatr ose në film kur nuk jam gjirim ose diçka, unë e kam drejtu ka shkrimi, sepse kam lezu shumë skenarë dhe shumë, si me thonë, drama, vepra, sa që menoj që mu ka zhvillu pak sensi i shkrimit, kështu që është hera 2 që unë e fitoj në qendër të filmit si skenarist, kështu që kam fitu para një 5-6 vite me Valter Lucaj në regjizor, ndërsa tash jam me Ibrën, me regjizorin Everybody Calls Regje, ku unë e kam shkru një skenar që ka, si me thonë, është storja jamja, e fëminist teme, kohës luftës, edhe, si me thonë, e bëj edhe këtë punë. Ndërsa, temës pyetjes tone është këgja, si me thonë, e përgjithshme dhe nuk kisha ditë me i dhoni definicion çfarë teme kisha me shfryzu. Mirë po padyshim që i shkon ndër me, si me thonë, e sidomos qëtash që besoj që di me bo këtë punë pak ma mirë, të më thonë, edhe di me vlerësu njerëzit pak ma shumë. Këtë rast aktorët e duhen, teknikën, këtë rast stafin, përgjësi. E menoj që kisha ditë me i bo bashkë pak të në matë mirë, tani që kështë do në fundin. E vërtë, faleminderit shumë që e mori. Shumë faleminderit, shumë kërësi. Faleminderit për juve.